Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Nerv. Ky është edicioni i parë i emisionit Nerv dhe çashtu që shedon Reni, mysafirja e parë është e para e vendit, Presidentja e Republikës së Kosovës. Zonja Vjosa Osmani Sadriu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Nerv. Mirëmbrëma, faleminderit edhe urime për këtë emision, ju uroj suksese. Faleminderit shumë, jam thellësisht i nderuar që ju jeni mysafirja e parë e emisionit Nerv. Zonja Presidente, ju keni punu në presidencë dhe para se me u zgjedh Presidenti e Republikës të Kosovës, një dekade ma shumë para se me u zgjedh, keni punu në këtë institucion. Kur jeni rikthy si presidente në vitin 2021, që ju ka befasu pozitivisht me mënyrën se si funksionon të presidenca? Shumë befasi pozitive nuk është që kom pas, t'ju them shumë sinqerisht. Dhe po e tregoj ndoshta dallimin kryesor, kur kam qenë unë si shefe stafit presidentit Sejdiu, ka qenë një periudhë jashtëzakonisht dinamike, se kanë qenë përgatitjet për shpalljen e pavarësisë, një pjesë e negociatave për statusin, dhe pastaj pas shpalljes së pavarësisë, angazhimi im dhe i kabinetit dhe i presidentit ka qenë i fokusuar në njohje, antarësim në organizata ndërkombëtare, pra ka qenë politika jashtme kryesisht. Po në atë kohë, për krahja ndërkombëtare, për njohje, për antarësim në organizata ndërkombëtare, për ecjen përpara në zhvillim ekonomik, madje ka pas ju edhe një konferencë donatorëve për ndërtim të Kosovës në aspektet caktume, ka qenë jashtëzakonshme. Ne kemi qenë top prioritet për botën demokratike në atë kohë. Pastaj ne kishim edhe rastin në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë, ku përkraja ka qenë e pamatshme, nëse mundem kështu me kualifikuar shumë jemi përkrah nga bota demokratike, edhe në përgatitjen e argumenteve edhe në punën që është bërë në gjithçka. Dhe kur jam rikthy në vitin 2021, ka qenë një situatë shumë e pafavorshme për Kosovën ndërkombëtarisht. Pra nuk më thonë që është befasi pozitive, në fakt ka qenë jo shumë befasi, sepse unë kam qenë në kuvendin e Kosovës, e kam përcjell fushën e politikës jashtme, kjo ka qenë fusha ime, dhe e kam vrejt që Kosova ndërkombëtarisht nuk qëndronte mirë, por kur jemi ardhur këtu është dashur kogja me fillu prej zeros në aspektin e përkrahjes ndërkombëtare, ka qenë një imazh jo i mirë për Kosovën ndërkombëtarisht, ne s'kemi qenë pastaj ne prioritet në tavolinat e liderëve të botës, sepse ka pas probleme të tjera në përbot. Kjo është gjëja që më ka zhgënjur mas shumë ti kur jeni rikthy president? Shumë, sepse na ka marrë shumë kohë që Kosovën ta rikthejmë si një ndër prioritetet, që ta rikthejmë pastaj procesin e njohjeve. Çështja e parë me cilën unë jam përballë, t'ju them sinqerisht, ka qenë që mua më është thënë nga një prej shteteve më të fuqishme në botë që për shkak se ishte marrëveshja, ju e dini, për ngritjen e antarësimeve, që pastaj ky interpretim shkonte edhe tek njohjet dhe kërkohej që kjo të vazhdonte deri në përfundimin e dialogut me marrëveshje finale. Dhe kjo na ka marrë jashtëzakonisht shumë kohë që mi bind partnerët tonë që nuk duhet të jetë ashtu, ne nuk mund ta ngrijmë procesin e njohjeve dhe të antarësimeve derisa të përfundon dialogu, se ajo varet edhe nga Serbia, dhe Serbia nuk kishte ndonjë interesim që ta përfundonte këtë proces, po natyrisht të na mbante peng për një periudhë të pafund, se këtë edhe kishte deklaruar si qëllim, madje disa herë publikisht Serbia. Kështu që kjo ka qenë zhgënjim në kontekstin që është dashur shumë të fokusohemi te kjo punë, që thjesht ta rikthejmë interesimin për të punuar bashkë në këtë aspekt. Do me thonë, sa një negativ, edhe që ju ka zhgënjye dëshpërueshëm, është pozita e pafavorshme e Kosovës. Po, ka qenë pozitë jashtëzakonisht e pafavorshme. Nuk ka kurrë pozitive për sa pararës, kanë qenë 2 pararës, kanë qenë Zoti Thaçi, kanë qenë zonja Jajaga. Është një dekadë. Nuk është një dekadë që unë nuk kam qenë në këtë institucion, unë nuk po them që nuk ka pasur gjëra pozitive, sepse natyrisht ka punë që janë kryer, ka projekte që janë kryer, ka çështje me cilat janë marrë. Megjithatë, ne kur kemi hyrë, natyrisht për shkak të rolit kushtetues të presidentit të Republikës si institucion, ndër kompetencat kryesore është udhëheqja e politikës jashtme, dhe këtu menjëherë ne kemi filluar kështu me tempo të plotë, po kemi pas pengesa. Pozitive, natyrisht ka qenë përkraja qytetare që e kemi marrë sa herë kemi dalë në jashtë kësaj zyreje, brenda kësaj zyreje, ka njerëz jashtëzakonshëm që punojnë këtu në këtë institucion, që kanë punuar nga koha e presidentit Rugova, të cilët kur jemi rikthy në këtë institucion e kanë vazhdu punën e mirë,
Pra, nëse më duhet me identifiku një gjë pozitive janë njerëzit në këtë institucion që e mbajnë atë gjallë. Ju jeni krejtë në fund të mandatit ju i 5 vjeçar. Cilat janë arritjet kryesore me cilat mbureni? Pa dasht me tinglu që gjithë shka që kemi bërë ka qenë e mirë, një vlerësim të përgjithshëm është që vërtet është bë një punë e jashtëzakonshme dhe punë ekipore, sepse e di që tek institucioni i presidentit gjithmonë shihet njeriu që udhëheq atë dhe është krejtësisht normale, por është bë një punë e jashtëzakonshme me një staf që ka punuar kur pa ndalë në mënyrë që Kosova të ecë përpara. Të arriturat më të mëdha i kemi në fushën e politikës së jashtme, përveç që kemi arritur që të rikthejmë rreth 20 çnjohje të pretenduara. Tash ju e dini, unë kam ligjëruar drejtën ndërkombëtare një kohë të gjatë, e kuptoj që e drejta ndërkombëtare shkruar nuk flet për konceptin e çnjohjeve. Por nuk kanë qenë çnjohje, por derisa kanë qenë të pretenduara. Unë po flas për aspektin praktik, sepse në aspektin praktik nëse një shtet del dhe thotë ju kemi çnjohur, ajo neve na dëmton shumë, edhe në imazh, edhe në parandalimin e njohjeve të reja, por edhe në antarësim në organizata ndërkombëtare, se ato shtete që e thonë këtë, pastaj nuk është që na përkrahin në organizata ndërkombëtare. Pra ne kemi punuar shumë këto 5 vite që të rikonfirmojmë këto njohje, të cilat Serbia pretendonte që na kanë njohur dhe deri tani. Pretendimet për njohje nuk kanë ardhur në fillim të mandatit juaj. Kanë qenë edhe më herët, por ne jemi marrë me të gjitha dhe po e them që i kemi rikonfirmuar dhe betonuar të gjitha, shumë prej tyre duke ftu lider të atyre shteteve në Kosovë, duke nënshkruar marrëdhënie diplomatike me këto shtete, duke i takuar liderët e këtyre shteteve, duke nënshkruar marrëveshje të tjera. Pra kjo pak a shumë ka marrë kohë, mund dhe angazhim sikurse njohje të reja, sepse nëse ato shtete fillimisht kanë thënë po tërhiqemi dhe pastaj neve është dashur përsëri. Kjo është parandalimi një dami. Ka pas me ndodhë një dam për Kosovën dhe ju e keni parandalu. Jo, në fakt ka qenë dam i Kosovës dhe ne nuk mundemi me arritje që mbaret ekskluzivisht për juve dhe që është merit vetëm e juja. Kjo është mbarë ekskluzivisht nga puna jonë dhe po flas për procesin e njohjeve në përgjithësi para se me ardhe 4 njohje të reja. Pra kjo është mbarë ekskluzivisht nga angazhimi ynë. Sikur mos të angazhoheshim ne, sikur mos të punonim ne, ato 20 shtete do të mbesnin në një stad të mohimit të pavarësisë së Kosovës ndërkombëtarisht. Dhe kjo nuk është e padëmshme për Kosovën. Pra ne e kemi rikthy çështjen e njohjeve, e kemi rikonfirmuar atë me këto shtete, përveç me njërin që akoma nuk kemi përgjigje prej atij shteti, dhe kjo ka qenë e arritur e jashtëzakonshme e punës sonë, sepse e ka shpërtallu propagandën serbe dhe të njëjtën kohë e ka parandalu një dam të jashtëzakonshëm që ka synu Serbia të arrijë kundër Kosovës. E dyta janë njohje të reja. Ne tani këtë vit arritëm 4 njohje, do të ketë njohje të reja në vitin që vjen në bazë të diskutimeve, premtimeve, analizave, takimeve që kemi pasur me lider botror. Dhe është hera e parë pas më shumë se një dekade që Kosova brenda një viti i merr 4 njohje. Se zakonisht këto vitet e fundit. Po brenda 4 viteve të para të mandatit juaj nuk e kemi pas asnjë njohje, apo jo? Kemi pasur konfirmim të 20 njohjeve që për nga angazhimi dhe puna. Po kjo është gati se njohje e re. Në qoftë se ta sqaroj kështu. Në qoftë se një shtet i Kombeve të Bashkuara i shkruan letër sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara dhe i thotë: ne e tërheqim vendimin për njohjen e Kosovës. Mendoni që tash jemi ne okay ta injorojmë një diçka të tillë? Jo, atëherë është një kthim rrapa në raportet tona me atë shtet. Një dam i jashtëzakonshëm në qoftë se ai shtet. Kanë qenë tërheqjet njohjes prej vendeve të fuqishme që na kanë njoftë, apo jo? Nuk duhet të bëhet vlerësimi në aso mënyre, sepse edhe ashtu ne do duhet ta bënim atë gabimin që e bënin disa me duke thënë kjo është njohje kualitative, kjo është jo kualitative. Jo, ne duhet të synojmë që të njihemi nga më shumë se 2/3 e Kombeve të Bashkuara, jemi shumë afër tani, na duhen rreth edhe 7-8 që të arrijmë atë numër dhe pastaj ekskluzivisht të fokusohemi te fuqizimi i raporteve me shtetet e bashkuara të Amerikës. Çka përfitojmë nëse i mbrim njohje prej 2/3 të Këtë po mundohem me spjegu. Në qoftë se ne e mbrim këtë numër prej 2/3, ka pastaj e para, çështja e njohjeve më nuk është temë. Ne duhet të fokusohemi ekskluzivisht vetëm në antarësime.
ne mund të antarësohemi në një numër të madh të agjensive të Kombeve të Bashkuara, të cilat nuk kanë veto. Çështja e njohjes do të jetë temë përderisa nuk na njeh Serbia, përderisa nuk na njohin 5 vendet e BE-s, përderisa nuk na njeh Rusia dhe Kina, 5 anëtarë permanent të Këshillit të Sigurisë. Prandaj edhe po e them, ka organizata ndërkombëtare në të cilat nuk ka veto as Rusia, as Kina, as kusht tjetër, që në momentin që ne arrim numrin prej 2 të 3-tash, sepse kjo është shumica që kërkohet, dhe këto janë agjensitë Kombeve të Bashkuara jashtëzakonisht të fuqishme, që nëse Kosova antarësohet aty, nëse Kosova antarësohet në Këshill të Evropës, krijon një realitet komplet të ri. Më nuk diskutohet në botë. A është Kosova shtet i pavarur apo jo? Po, për nuk më themi që njohja nuk është çështje, edhe mas kësaj. Tash, njohja e Serbisë ka me qenë proces i cili ka mu konkludu në procesin e dialogut. Unë po flasë për njohjen nga shtetet e tjera. Mirë po, lët ndametet neve vetëm Serbia me bind, atëherë ne do t'jemi në situatë jashtëzakonisht mirë. Po, ato janë anëtarët Kombeve të Bashkuara, apo i fusë në këtë grupin e madh. Sa i përket Rusisë dhe Kinës, arsyeja pse është në rëndësi që një ditë të arrihet zgjidhja në atë drejtim, është për shkak se kanë të drejtën e vetos në Këshill të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që lidhet pastaj me antarësimin tonë final në Kombet të Bashkuara. Po ajo është organizata e fundit. Ne mund të antarësohemi në shumë organizata të tjera, në të cilën Rusia dhe Kina nuk kanë fare të drejtë vetoje. Pra këto janë të rëndësishme, sepse hiqet nga tavolina çështja se a është Kosova shtet, a duhet ta njoh dikush. Arritje tjetër kryesore gjatë mandatit të 5 vjeçar. I përmenda njohjet, e kemi aplikim për antarësim në BE, me Këshillin e Evropës kemi arritur shumë afër. Kjo nuk është merit vetëm me presidencës, është edhe Ministrisë Punëve të Jashtme, qeverisë, apo jo? Natyrisht është merit e përbashkët, mirë, po presidenca kur pa ndalë ka lobute secili shtet. Në radhë të parë angazhimi ynë rreth liberalizimit vizave ka qenë i jashtëzakonshëm, i konfirmuar në fakt edhe nga deklarata e vetë presidencës franceze. Do të thotë gjitha arritjet e juja lidhen me politikën e jashtme? Jo, është vetëm e para. Nëse keni durim, unë po vazhdoj. Po, patjetër. Po. Pra, sa i përket antarësimit, sa i përket liberalizimit të vizave, si presidencë kemi qenë jashtëzakonisht të interesuar, të angazhuar dhe kemi punuar me secilin shtet dhe në veçanti me Francën dhe Holandën, me presidentin Macron dhe me kryeministrin Rutte, atëherë ishte kryeministri i Holandës, kam punuar, jam takuar 10 herë dhe jam angazhuar pa ndalë në mënyrë që të hiqej ajo blokada që ekzistonte në raport me liberalizimin e vizave. Si presidencë, pastaj kemi arritur marrëveshje dhe presidenca i ka inicuar edhe me Tajlandën, edhe me Emiratet e Bashkuara e kemi arritur si presidencë dhe me shumë të shtetet e tjera, përfshirë tani që arritëm dakordimin me Bahamas, që po pritet tani në januar të nënshkruhet në Washington DC. Pra çështja e fuqizimit të pasaportës, liberalizimit të vizave në 90% të rasteve ka qenë inicuar nga presidenca. Natyrisht kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë me institucionet e tjera, sepse ndryshe nuk kryhen punët, sa i përket çështjeve të tilla, tazëm sa i përket marrëveshjeve për liberalizim Ministria e Punëve të Brendshme, po ashtu angazhohet shumë se është çështje pasaporte. Pra, janë deri edhe tema teknike me cilat duhet me u marr ministritë e linjës, por në nivelin politik e kemi shtyr shumë përpara derisa është kry kjo çështje. Tek tema e Këshillit Evropës, natyrisht kemi punuar me liderët e secilit shtet antar të Këshillit Evropës 2 vite rresht, kur pa ndalë në mënyrë që ta kemi përkrahjen e nevojshme dhe ju e dini pastaj ku ka ngecur, është çështje komplet tjetër, po nuk do të thotë që nuk është një arritur e madhe që i ka kaluar 2 faza jashtëzakonisht suksesshëm. Po dalte një temë tjetër, të tema e mbrojtjes. Në cilësinë e komandantës supreme të Forcës së Sigurisë së Kosovës, fokusi ka qenë në 2 fusha kryesore, por pastaj nëse ka mundësi e kisha prezantuar edhe propozimin 7 pikësh që e kam prezantuar edhe në FSK, por që natyrisht bashkë me qeverinë do të implementohet në këtë mandat të ardhshëm. Fokusi i parë kanë qenë marrëveshjet ndërshtetrore në fushën e mbrojtjes. Nga takimi i parë me presidentin Erdogan në vitin 2021, ku është dakorduar çështja e dronave dhe pjesës tjetër të armatimit, deri tek takimi me sekretarin Blinken, ku është dakorduar çështja e Javelinëve që të shtyhet përpara, deri tek takimi që e kisha në korrik në Departamentin e Shtetit Amerikan, ku jemi dakorduar për pjesë të tjera të armatimit. Secila është inicuar në nivel të presidencës, është shtyrë përpara në nivel të presidencës, dhe ne nuk ndalemi thjesht duke ngrit këtë çështje. Unë sigurohem që thras kongresist e senator në telefon deri sa të kryhet puna.
për secilën çështje që është në interes të Kosovës. 99% të këtyre nuk i publikojnë fare, se as nuk është në interes tonin që të dalë puna jonë në publik dhe pastaj Serbia të bëj pengesa. Por derisa të kryet puna, njëjtë siç jemi angazhuar ditë e natë me sekretarin e mbrojtjes në atë kohë, me sekretarin e departamentit të shtetit, sekretarin e shtetit që të kryet puna e gjavellinave dhe po ashtu me Turqin. Në takimin e fundit që e kam pas me presidentin Erdogan e kemi diskutuar ndër top 3 temat, ka qenë çështja e armatimit. Me Kroacin që e kemi arritur marrëveshjen për armatim. Pra, çështjet e marrëveshjeve ndërshtetërore që përfshin armatimin, që përfshin trajnimet, që përfshin zgjerimin e bashkëpunimit, që përfshin marrëveshjet për linje zem të përbashkët në fushën e mbrojtjes. Të gjitha, nga shtetet si Lituania dhe shtetet tjera të Baltikut e deri tek shtetet si Finlanda, mos flasim natyrisht për shtetet e bashkuara të Amerikës dhe të tjera ku kemi arritur që vërtet ta ndërtojnë një bashkëpunim shumë më të fuqishëm se sa që ka qenë më parë në këtë fushë. Pra kjo është një lloj bashkëdyzimi politikës së jashtme dhe të mbrojtjes, mirë po nga kjo ka përfituar siguria dhe mbrojtja e Kosovës, ka përfituar FSK-ja. Dash të diçka me pyet. Po. Se besoj kemi me pas mundësi me diskutu tutje dhe për suksese tjera ose arritje tuaja kryesore. Dështimet kryesore për 5 vjet? Ka pas ndonjë dështim? Edhe nëse po cilat? Natyrisht. Ne nuk kemi arritur që ta prezantojmë sa duhet punën dhe angazhimin ton para qytetarëve të Kosovës. Në mendoj që ky është një dështim, për shkak se tazëm, ju besoj që nuk e dini gjithat përkraje që e kemi bërë për grupet marginalizuara, gjithat përkraje që e kemi bërë si presidencë në drejtimin e gjithë subvencioneve, mbështetjes, për organizata, nuk kanë qenë sepse është fizikisht e pamundur, i ka dita vetëm 24 orë, nuk kemi arrit që gjithë këtë angazhim që kemi bërë. Dështimi ju i vetëm që e pranoni, është që nuk keni, ose dështimi i parë që e pranoni, është që nuk keni arrit mi promovu sukseset sa duhet. Nuk është kjo promovim, është shumë me rëndësi që qytetarët ta dinë se çka po ndodh në institucionin më të lartë përfaqësues të vendit dhe ku është angazhimi në mënyrë që pastaj nëse nuk ka angazhim në një sektor të caktuar, ata ta kërkojnë këtë. Pra ka të bëj jo me promovim, jo me PR, por ka të bëj me kryerje të punës, sepse nëse ta edhe me informim qytetarëve për punë që dhe me transparencë në fakt, sepse sikur të kishim arrit, po ne jemi staf i vogël, jemi ekip e vogël, siç është presidenca rëndom, në krahasim me tazëm institucione tjera që kanë qindra agjencie, persona e njerëz të cilët pastaj zbatojnë gjithçka që dakordohet politikisht. Por jemi ekip e vogël, nuk kemi pastaj deg të tjera të cilat vazhdimisht zbatojnë atë të cilën ne dakordojmë dhe i inicojmë si ide ose si propozim. Por mendoj është dështim që nuk kemi arrit më shumë të jemi prezent tek qytetarët në mënyrë që jo vetëm nuk po flas për vlerësim pastaj, që të kemi vlerësime pozitive lavdata, po flas në kontekstin që ne mbi 90% të subvencioneve që nuk ka qenë fare rasti më herët kur në historinë e këtij institucioni, i ndajmë për organizatat për fuqizimin e grave, për fëmijët të cilët janë me nevoja të veçanta, për organizatat e tjera të cilat i fuqizojnë edhe komunitetet jo shumicë. Pra, mendoj që do të ishte në interes të tyre dhe do të rritej edhe mirëqenia e tyre, sikur ata ta dinin më shumë që mund të vinë tek presidenca për të kërkuar më shumë mbështetje, që e kanë çdo ditë derën e hapur që të vinë nëse ndihen që tazëm ose të pambështetur, ose të kërcënuar, ose të papërfaqësuar, ose të padëgjuar. Do të flasim më vonë për komunitetet e marginalizuara. Mendoj që do t'i fuqizonte shumë ata sikur ne ishim më publik rreth kësaj që po e bëjmë në mbështetjet e tyre. E dyta po kthehem pak te çështja e FSK-s. Unë e përmenda që kemi arritur duke iniciuar shumë marrëveshje ndërkombëtare të cilat sot kristalizohen dhe përfundohen, shumë të tjera janë në proces. Kemi arritur që të arrisim armatimin e FSK-s nëpër masa që nuk ka qenë kurrë më parë. Një fushë të cilën ne në fakt e kemi iniciuar, unë e kam prezantuar publikisht në FSK, por ende nuk është arritur, sepse kjo nuk varet vetëm nga presidenca. Duhet sigurohemi tash që në buxhetin në vitin 2026
të shpërndohet një gjë e tillë, ka të bëjë me atë që në terminologjinë ushtarake quhet recruitment and retainment, pra nuk është vetëm problemi i rekrutimit të ushtarëve, është problemi edhe i mbajtjes së tyre. Shumë njerëz e kanë pas një problem të tillë, shumë shtete. Ta zëmë unë kam diskutuar gjëre gjatë në këto akademitë më të njohura ushtarake në botë, si West Point, Naval College, War Army College në Amerikë, se si kanë arrit ata që t'i mbajnë ushtarakët brenda. Përgjigja është mirëqenia. Është mirëqenia e ushtarëve. Tani është arrit që çështja e ushqimit të zgjidhet përfundimisht dhe është një kualitet shumë më i madh, nuk ka probleme më me kontrollat e tjera, FSK-ja vetë e siguron ushqimin, vetë aty është siguria ushqimore. Mirë po është një plan që ne si presidencë kemi hartuar, që në radhë të parë parasheh pagesat për rrezikshmëri për FSK-n, të cilat fatkeqësisht ende nuk kanë ndodhur. Është e domosdoshme që FSK-ja ta marrë pagesën për rrezikshmëri, sepse ata tani edhe ushtrimet i kanë me armë të vërteta, nuk i kanë me plumba jo të vërtet. Pra është rrezik për jetën e tyre. Kjo i paguhet ta zëmë edhe doganave dhe institucioneve tjera, vetëm FSK-s jo. Pastaj realizimi i pagesave të punës me ndrime janë çështje që është e domosdoshme të bëhet, është pagesat e mëditjeve për pjesëtarët e FSK-s, sepse nuk mund të thuhet po e qesim një limit që një ushtari FSK-s nëse shkon në 6 muaj me radhë për trajnim në West Point Academy, që është ndër top në botë, e ti t'ja paguash shpenzimet vetëm për 1 muaj, e për 5 muaj të tjera ata shumica e kanë pagën tepër të ulët, nuk mund të mbjetojnë 5 muaj të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa pasur mbështetjen e FSK-s. Pastaj shërbimi i sigurimit shëndetësor, ndërtimi i spitalit ushtarak, i cili është i domosdoshëm, sidomos për pjesëtarët e FSK-s, pastaj edhe për veteranët, për familjet e tyre. Kjo është një strategji që është përdorur në shtete të suksesshme, sepse ushtari i FSK-s ndihet që mirëqenia e tyre vërtet është e siguruar. Përmirësimi i cilësisë së ushqimit, kjo vetë është kryer. Sigurimi i banimit të përballueshëm për ushtarakët është ndodh në vende që kanë arritur vërtet shumë në fushën e mbrojtjes. Krijimi i fondit kreditues për ushtarët është shumë, pra është një plan 7-8 pikësh që flet për ngritjen e mirëqenies së ushtarëve. Dhe ky do të jetë fokus tani në mandatin e dytë. Deri diku ne kemi prek këtë çështje, sepse siç e dini, edhe janë rrit pagat për disa kategori, disa grada në FSK, edhe çështja e ushqimit është zgjedhur, por duhet të zgjedhim edhe çështje të tjera, të cilat, siç e përmenda, për shkak se buxheti ka qenë i fokusuar tek armatimi me të drejtë, sepse kemi rrezikun permanent nga Serbia, ne tani duhet të sigurohemi, siç e kam thënë edhe në parlament, që jo vetëm arma, por edhe ushtaraku prapa armës të jetë i motivuar sa duhet, sepse vetëm një ushtri e motivuar është 100% edhe efektive në parandalimin e çdo rreziku. Meqense se dështimi vetëm që e përmendët është lidhet me mos prezentimin e duhur të sukseseve. Jo, përmenda edhe një tjetër. Kisha pasur me diskutu kështu. Në kapitullin e 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, titulluar Presidenti i Republikës së Kosovës, ku definohen kompetencat e presidentit, fjalia e parë thotë që presidenti është kreu i shtetit dhe e përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës. Gjatë mandatit ju i 5 vjeçar, a mendoni që e keni përfaqësuar unitetin e popullit? Absolutisht. Edhe në qoftë se është një çështje me cilën krenohem, është që kam përfaqësuar unitetin e popullit. Cilat janë argumentet e juaja për këtë? Po, argumenti i parë është që në Kosovë çdo herë keq interpretohet uniteti i popullit sikur të ishte unitet partijak. Uniteti i popullit nuk nënkupton unitet të gjitha partive politike, sepse ajo edhe në Kosovë, edhe në çdo vend demokratik është e pamundur të arrihet. Asnjëherë në historinë e Kosovës ne nuk kemi pasur ndonjë president me cilin janë pajtuar të gjitha partitë. Ju e dini se e përcjellni skenën politike nga koha e presidentit Rugova e deri sot. Dhe as nuk besoj që do të kemi, dhe në fakt unë mendoj që është e shëndetshme për demokracinë që jo çdo herë i gjithë parlamenti 120 deputet të gjitha partive të larmishme në skenën tonë politike të pajtohen me qëndrimin e presidentës. Mirë po nuk ka askush në Republikën e Kosovës një argument të vetëm kur unë nuk e kam përfaqësuar popullin e Kosovës. Le ta përmendim një. Jo popullin, uniteti i popullit nënkupton që të përfaqësohet populli, jo që të përfaqësohen partitë. Unë kam përfaqësuar popullin
Dhe fakti që edhe sot, në çdo matje që bëhet, mbi 2/3 kërkojnë një mandat të dytë, rreth 68% është besueshmëria për këtë institucion. Dhe kjo është në çdo sondazh, kushdo që e bën, dhe në veçanti organizatat kredibile ndërkombëtare, tregon që është përfaqësuar uniteti i popullit. Tash sërish, ne nuk jemi Korea e Veriut që këtu 99% qytetarëve ose 100% të tyre të pajtohen me mua. Mirë, po përfaqësimi i unitetit të popullit Jo, po gjitha partitë politike opozitare nuk pajtohen me juve. Me juve pajtohen vetëm partitë. Me cilin president janë pajtuar të gjitha partitë në parlament. A ka ndonjë histori të Kosovës? Këtë herë kemi shumë parti politike opozitare dhe asnjëra prej tyre nuk pajtohet me ju. Për shembull, ju nuk keni arrit me ndërtu konsensus gjithë partiak për çështje të rëndësishme shtetërore. Po për shembull për dialogun me Serbinë. Ju jeni presidente, ju duhet jeni mbi palët, mbi qeverinë dhe mbi partitë politike opozitare dhe ti thoni gjithë ta ndërtoni një konsensus shtetëror me gjitha partitë politike sa i takon dialogut me Serbinë. Përveç kur është shpall pavarësia e Kosovës, që të gjithë deputetët anash serbët e kanë nënshkruar këtë deklaratë të pavarësisë që po shihet këtu. Kur për çështjen e dialogut nuk ka pas konsensus të të gjithëve. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të ketë. Po është e pamundur që për temën e dialogut sot një konsensus, për shkak se ka dallime ekstreme në kontekstin që po ta marr një shembull. Shembullin e asociacionit të komunave serbe. Ajo marrëveshja e parë është nënshkruar në vitin 2013. Unë nuk e kam votuar si deputete dhe të njëjtin qëndrim e mbaj edhe sot sa i përket një asociacioni me kompetenca ekzekutive, sepse ashtu ka qenë në vitin 2013. Në vitin 2015 ka ardhur pastaj marrëveshja e dytë. Kanë qenë dy parti të ndryshme. Tani ishte marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit, ku u dakordua qeveria e Kosovës që të zbatohen marrëveshjet paraprake. Megjithatë, përveç dakordimit për zbatimin e marrëveshjeve paraprake, ne e kemi bërë të qartë, unë e kam bërë si presidente të qartë që për te aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Po për këtë do të flasim ma vonë, po pse nuk keni, jo të lutem, pse nuk keni diskutuar me gjitha partitë politike opozitare para se të nisë procesi i dialogut, i udhëhequr prej qeverisë të Kosovës, që ta ndërtoni një strategji të përbashkët dhe ju të jeni mbi palë. Unë në fakt kam diskutuar shumë me partitë opozitare për çështjet e dialogut dhe të gjitha partitë opozitare e dinë që për temën e dialogut unë kam qenë gjithnjë mbi palë. Ju keni diskutuar, por nuk ka pas sukses, nuk ka një strategji të Kosovës për cilën pajtohen të gjitha partitë politike opozitare. Nuk ka strategji. Kjo një çështje shumë e rëndësishme. Po vetëm një çështje. Për shkak se ju e dini që për çështjen e dialogut me Serbinë ka aktgjykim të gjykatës kushtetuese, i cili jo vetëm që e konfirmon që kryeministri duhet ta udhëheqë dialogun, natyrisht përqendrime duhet të konsultohet me presidentën, por në të njëjtën kohë ka parandalu edhe ide që këto çështje të krijohen ekipe të tjera të cilat e marrin kompetencën e qeverisë në udhëheqjen e dialogut. Pse presidenta nuk ka kërkuar me qenë përfshime në këto, sepse ju e udhëheqni politikën e jashtme. Dialogu me Serbinë, përfshime në dialog. Dialogu me Serbinë është çështje e jashtme, është politikë e jashtme po ashtu. Presidenca ka qenë përfshime në prezantimin e qëndrimeve para palës evropiane, prezantimin e qëndrimeve para kryeministrit i cili ka udhëheqë këtë dialog. Po jo konsultimit me partitë politike dhe jo krijimi një strategji. Mirë, po keni dështuar, nuk ka një strategji, apo jo? Nuk ka strategji. Nuk është dështim në qoftë se unë i kam konsultu partitë dhe në fund ato nuk janë pajtu. Këtë ta them qartë. Do thotë partitë opozitare nuk janë pajtu me arritjen e marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit. Me përmbajtjen e tyre, i kanë shprehë qëndrimet e tyre, me disa prej tyre janë pajtuar edhe unë. Para saj, ju si presidente është dashur takoni dhe të krijoni një strategji të përbashkët. Edhe para saj, vazhdimisht i kanë ftuar partitë opozitare për të diskutuar edhe për këtë temë. Fatkeqësisht në fillim ka pas një lloj bojkoti, nuk ka pas një lloj pranimi të faktit që unë jam zgjedhur presidente e Republikës së Kosovës, pastaj ka pasur edhe mospajtime për çështje të tjera, megjithatë në ndërkohë kemi arritur konsultime të rregullta edhe për temën e dialogut, edhe për çështjen e draftit të statutit të asociacionit edhe për shumë çështje të tjera. Pra nuk mundesh me thonë që nuk është bë gjithçka që është e mundur. Jo, nuk po themon, po është rezultati, nuk ka një strategji. Presidenta nuk ka arrit me kriju një strategji me gjitha partitë politike për dialog me Serbinë. Ose për integrim të Kosovës në NATO, ose për integrim të Kosovës në BE. Nuk është e vërtetë kjo punë. Mandej, si përfaqësuese e unitetit popullit, ju duhet të menaxhoni krizat politike. Kosova në vitin e kaluar ka pas një pikë krizave më të thella dhe ju nuk keni arrit me menaxhu atë krizë. Po tash kjo është mosnjohje e rrethanave politike dhe injorim total i asaj që ka ngjarë faktikisht gjatë këtij viti të fundit të krizës.
Po filloj të çështja e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Asnjë dallim unë nuk e kam as me partitë opozitare dhe strategjisë tonë për antarësim në NATO dhe në Bashkim Evropian. Asnjë nga partitë tona opozitare nuk ka ardhur asnjëherë ta shpreh, po për dialogun në disa çështje edhe unë jam pajtu me opozitën, ta zëm për vrejtjet në draftin e statutit asociacionit. Do të flasim për këto më vonë. Do të flasim për këto më vonë. Tash të përgjigjem edhe të tregoj që me disa çështje jam pajtu me opozitën, me disa çështje jam pajtu me të tjerët. Pra është krejtësisht normale. Për zgjidhjen e krizës politike me cilën është ballafaqur Kosova vitin e kaluar. Krejt janë publike. E para, disa herë kam thirr liderët politik në takime në mënyrë që të arrihet. A mjafton veç me i thirr liderët politik apo me gjetë? Po çka po mendon që ne veç pim kafe kur të takohemi, atë po e mendon? Nuk ka rezultate, nuk Jo, keni duhet ta dish sepse unë nuk i ftoj veç për kafe. Nuk keni gjetë Ne zgjidhje. kemi gjetë zgjidhje dhe kemi propozuar zgjidhje, mirë po ne nuk imponojmë zgjidhje. Ne nuk i kërcënojmë liderët politik. Jo, tamam puna mi kërcënu, po mi bin që do të me zgjidhë se humbin qytetarët për kësaj krize politike. Sharmi i demokracisë është që opozita dhe qeveria shpeshherë nuk pajtohen, që tash është te i kalu ajo situatë. Presidenca i ka ftuar në takime të vazhdueshme, ka bërë propozime të vazhdueshme, i është drejtuar gjykatës kushtetuese me komente. Çka ka ndodhur prej aty në takimeve, çka ka ndodhur prej aty në propozimeve, janë marrë parasysh ato, është zgjidhur kriza. Po, disa herë janë marrë parasysh, kemi ecë përpara, është zgjidhur kjo krizë, të cilën nuk e ka kërkuar. Si përfaqësuese unitetit popullit, jo është dashur me pas edhe rol unifikuese dhe mos me pas gjuhë polarizuese. Gjuha ju shpeshherë ka qenë polarizuese. Ma jap një shembull. Po jam për shembull kur u caktu data e zgjedhjeve. Çka ka kjo të bëjë me gjuhën? Me 28 dhjetor, një deputete, një partie politike opozitare. Po. Ju ka thujë presidente Dejona Mihajli. Kur gazetarët kanë kërkuar për juve me komentu këtë akuzë deputetes opozitare, përgjigjja ju i ka qenë: "Ah njeri që e pas ka thonë. Shpifje. As nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuzat e saj. Kemi gjëra shumë më të rëndësishme." Është me zë dhe me figurë kjo. A duhet jetë kjo gjuha e presidentes të Kosovës? Fjalia e parë nuk është thënë. Fjalia e parë nuk është thënë. Ah njeri. Ah njeri, po. Që e pas ka thënë, keni dashur me e thoni se Jo, keni thonë dhe tash keni pas ke vazhdu. filluar edhe me ma lexu mendje. Edhe keni vazhdu Bravo. me thonë që as nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuzat e saj. Po. Kemi shumë gjëra më të rëndësishme. A është kjo gjuha që duhet me e përdorë presidenti i Kosovës ndaj një përfaqësuese të popullit? Në radhë të parë, ne do të duhet të merremi me gjuhën skandaloze që shumë përfaqësues të popullit e kanë përdorur në raport me mua dhe unë kur nuk ju kam kundërpërgjigjur. Presidenti jam mbi palët. Po unë jam mbi palët duke mos ju përgjigjur. Të dëshmoj që është rol. Jo, kjo është përgjigje, është akuzë shumë e rëndë. Nuk do të merrem, sepse kemi punë më të rëndësishme, është kundërpërgjigje. As nuk ja vlen të merrem as një sekond. Dhe ah njeri. Ah njeri, çka do të thotë kjo? Deputeti janë fjali ka marrë 27.140 vota në zgjedhjet e fundit. Po natyrisht edhe... A nuk është kjo ofenduese për këta 27.140 qytetarë? Absolutisht, në asnjë moment unë nuk e ofendoj asnjë qytetar të Republikës së Kosovës dhe unë jam presidente e tyre dhe ata e dinë që unë jam presidente e tyre. Çka është skandaloze, është e para që gjërat të cilat nuk i kam thënë, të citohen sikurse i kam thënë, që nuk i kam thënë. Nuk kam thënë njeri që qyshe thatë ju? Njeri, unë në kuptua. Jo, nuk, po tash, ju keni qef me në kuptu. Qa keni dasht me thonë ato? Po tash asë që kom kujtu, edhe e një frenu. Po tash, nuk e kam thënë. Për gjëra që nuk i kam thënë fare, unë mendoj që është thjesht vënje në kurtha të propagandës, në të cilën unë nuk dua të bëj. Jo, nuk është propagandë, kjo është me zë dhe me figurë. Kjo është me zë dhe me figurë. Ajo që ju e lexuat nuk e kam thënë me zë dhe me figurë. A njeri. Po ajo pjesa tjetër nuk e kam thënë. Që pas ka thënë, keni dashtë dhe jeni frenu. Po ju nuk keni bajt, zonja presidente, ju nuk keni bajt distancën e nevojshme as ndaj qeverisë të Kosovës. Si po mendoni distancën? E para e punës, do me thonë, e para e punës, do të thotë ofendimet që i kanë bërë shumë deputet në raport me mua për gjatë këtyre viteve, kur nuk jam marrë me ta. Pra një presidente, kur thot nuk dua të merrem, sepse kam punë shumë të rëndësishme, është e kundërta e ofendimit. Në fakt nuk po merrem me ofendimet, por po merrem me punë më të rëndësishme. Ky është përfaqësim i popullit, jo gjuha që ju distanca që nuk e keni mbajtur ndaj qeverisë të Kosovës derisa ka ndodhur ftofja e raporteve mes jush dhe kryeministrit. Presidentja nuk duhet të mbajë distancë ndaj qeverisë së Kosovës. Jo, distancë, po kur ka, jo, nuk duhet të distanconi, po kur ka konflikt mes pozitës e opozitës, nuk duhet të mbani anë, se për atë arsye dhe jeni përfaqësuese unitetit të popullit. Unë i mbaj qëndrimet e mia, jo anën e dikujt. Jo,
Po kështu ka qenë raporti juaj me qeverinë e Kosovës derisa ka ndodhur ftofja raporteve mes jush dhe kryeministrit Kurti. Nuk është e vërtetë. Po prapë a ka pas ftofje, a ka pas ftofje të raporteve mes jush dhe kryeministrit Kurti? Nuk e di çka nënkuptoni me ftohje të raporteve, ka pasur raste në të cilat nuk kemi pasur pajtim të plot për shumë çështje. Dhe kjo është krejtësisht normale. Në fakt, do duhej të ishte shqetësuese sikur ne të pajtoheshim bashkë për secilën çështje dhe të vepronim në mënyrë identike bashkë për secilën çështje. Se kjo do të thoshte që parimi ndarjes së pushteteve i kodifikuar në kushtetut nuk po funksionon. Përkundrazi, ka pasur çështje për cilat nuk kemi pajtuar, për shumë prej tyre kemi qenë publik, për shumë prej tyre nuk i kemi përmendur se nuk e kemi parë të nevojshme, e kemi gjetur zgjidhjen e përbashkët për secilën prej këtyre temave dhe kemi ecur bashkarisht, kemi punuar në interes të Kosovës. Me 29 maj 2024, Ministri e Punëve të Jashtme e Republikës Kosovës, zonja Donika Gërvalla, i ka dërguar një letër kryetarit Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës, duke propozuar draft statusin për asociacionin këmbim të antarësimit Kosovës në Këshill të Evropës. Ju keni shpreh publikisht pakënaqësi, duke thënë se udhëheqja e politikës jashtme i takon presidencës sipas nenit 84 të Kushtetutës së Kosovës. Edhe këtë veprim e keni pasit një anshëm dhe që e ka cënuar rolin e juaj kushtetues. Kjo konsiderohet, si më thon, përplasja juaj e parë publike me qeverinë Kurti, përkatësisht me zëvendësën e kryeministrit Kurti. A i shënon kjo ftofje në raporteve mes jush edhe qeverisë? Kjo ka qenë një prej çështjeve për të cilën nuk jemi pajtuar, e të cilën e kemi diskutuar në ndërkohë me kryeministrin dhe jemi dakorduar për rrugën. Sepse unë nuk jam pajtuar, siç dihet publikisht, me faktin që është dërguar ajo letër në momentet pak para votimit ku është ofruar asociacioni. Me këtë qëndrim nuk është dihet publikisht. Do me thënë është asociacioni pëse është ofruar, jo pëse është cënu pushteti juaj, kompetencat e juaj, apo janë të dyjat? Jo, ndëgjë, sikur t'ishte ajo një qëndrim, i cili vërtet do ta ndihmonte Kosovën, dhe unë e di që ata e kanë vlerësuar që e ndihmon Kosovën, se nuk e kanë bërë me qëllim që të dëmtohet Kosova. Por ne kemi pasur vlerësim të ndryshëm rreth asaj se a i ndihmon ajo qasje e Kosovës apo jo. Ju keni menduar që nuk i ndihmon kjo? Unë kam menduar që ashtu nuk i ndihmon, ata kanë menduar që i ndihmon, po qëllimi ka qenë me i ndihmu Kosovës, prej të dyja palëve, edhe prej meje, edhe prej qeverisë, qëllimi ka qenë që Kosova me ecë përpara në antarësim të Këshillit të Evropës. Pra nuk ka qenë kjo, është vërtet që sharake të pretendohet që mos pajtimi jem ka qenë pse nuk më keni thirrë, pse s'kemi folë, nuk ka qenë aty problemi, sepse shumë çështje bëhen ndryshe, por problemi ka qenë tek strategjia, tek hapi, tek aty ka qenë mos pajtimi jem, te fakti që është ofruar, përkundër faktit që ne kemi pas dakordim para prak që mos të bëhet një gjë e tillë. Pra kjo ka pas dakordim mes jush dhe qeverisë që të mos bëhet kjo. Mes liderëve të tri institucioneve kryesore. Kemi pasur dakordim dhe këtë dakordim të treshës e kemi prezantuar para ambasadorëve të Quintit. Ju e dhëheqni politikën e jashtme. Pra këtu ka qenë, mirë po siç e përmenda, ne jemi takuar pastaj, pas kësaj çështje, jo vetëm një herë, por 10 herë kemi diskutuar këtë punë dhe jemi dakorduar se si të ecim përpara. Ajo punë është kryer, është bërë, megjithatë në çdo hap pastaj jemi dakorduar sa i përket çështjes së Këshillit të Evropës. Ju udhëheqni politikën e jashtme të Kosovës. Cilat janë raportet e juaja me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Kosovës, zonjën Gërvalla? Ne kemi raporte institucionale me çdo ministri, jo vetëm me Ministrinë e Punëve të Jashtme, por bashkëpunimi ndërinstitucional ndodh mes presidentës dhe kryeministrit. Në shumë raste edhe kryetarit të kuvendit si 3 lider institucional. Pra në këtë nivel ka ndodhur bashkëpunimi ynë në fushën e politikës jashtme. Po duhet edhe me Ministrin e Punëve të Jashtme apo jo? Jo, nuk duhet. Kur jemi taku për herë të fundit me Ministrin e Punëve të Jashtme? Mund të ketë qenë tash sfundi në ndonjërin nga aktivitetet, por saktësisht me datë. Por jo takim tet-a-te dhe diskutim për politikën e jashtme? Sepse unë e bëja diskutim me kryeministrin, nuk e bëj me ministrën. Pra as një detyrim, as kushtetues, as politik nuk ekziston që një president shteti dakordimin për politikën e jashtme ta bëj me ministrin, përkundrazi. Edhe me kushtetuesin, po edhe me zëvendës kryeministri, kjo është edhe zëvendës kryeministri dhe ministri e punëve të jashtme, por më shumë keni qenë bashkë në njëjtin subjekt politik. Të cilën e po ajo është çështje e para 5 viteve që po flisni unë si presidente, siç e dini nuk kam përfaqësuar as nuk përfaqësoj parti politike. Presidentja dhe kryeministri. Këto janë 2 institucionet që bashkëpunojnë dhe kemi bashkëpunuar. Edhe në takimin e fundit që e kam pasur me kryeministrin, kemi diskutuar për çështjet politikës jashtme dhe në fakt diskutojnë vazhdimisht. Ky është niveli i koordinimit. Pastaj kryeministri merret me ministrat e qeverisë së tij.
Unë nuk i ndërhyj kryeministrit në mënyrën se si ai e ka bashkëpunimin me ministra, por qeveria, kur flasim qeveria, flasim për kryeministrin specifikisht, koordinohet me presidentën dhe vice versa. Një prej detyrave të presidentës të Kosovës në bazë kushtetutës është nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Me 27 shkurt dhe me 18 mars 2023, kur kryeministri Albin Kurti e ka pranuar marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, ju keni deklaruar mbështetje për marrëveshjen dhe për aneksin, duke këmbgul që të ketë njohje të Kosovës nga Serbia, të mos ketë asociacion një etnik me kompetenca ekzekutive, të ketë respektim të kushtetutës të Republikës të Kosovës dhe zbatim të angazhimeve të Serbisë nga këto marrëveshje pa vonesa. E sakt? Ka pasur edhe kërkesa tjera, nuk kanë qenë këto të vetmet në fakt. Mirë, por një vit e gjysmë. Po ashtu e sakt është që gjykata për dallim prej marrëveshjeve të tjera, të cilat i kam nënshkruar dhe vazhdoj të nënshkruaj, sa i përket dialogut, gjykata ka specifikuar që këto marrëveshje i nënshkruan kryeministri. Kjo është e para. E dyta, unë jam deklaruar pas nënshkrimit edhe të marrëveshjes Brukselit, edhe aneksit të Ohrit, që përderisa kjo marrëveshje nuk është perfekte, ka elemente të mira, e nje sovranitetin, e nje parimin e barazisë së palëve, siç është kodifikuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara, flet për njohjen e integritetit territorial, në nenin 4 flet për faktin që Serbia nuk duhet ta bllokoj Kosovën, nuk do ta bllokoj Kosovën në asnjë organizatë ndërkombëtare si obligim i Serbisë, që nuk kanë qenë asnjë marrëveshje paraprake, por gjithashtu kanë qenë publike që unë kam pasur shqetësime sa i përket nenit 7 dhe kam shprehur shpresën qysh atëherë që këto çështje do të sqarohen në planin e implementimit në mënyrë që mos të lejojmë që të dilet jashtë suazave të aktgjykimit gjykatës kushtetuese të vitit 2015, i cili ka parandalu kompetenca ekzekutive dhe shumë çka tjetër sa i përket asociacionit. Por një vit e gjysmë mas këtij qëndrimi, ju keni ndryshuar qëndrim. Jo, s'është e vërtetë. Me 15 nëntor 2024, keni deklaruar se Kosova mund ta zbatojë një anshëm marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, nëse merr garanci nga partnerët ndërkombëtar se në këmbim do të përfitojë njohje dhe antarësim në organizatat ndërkombëtare. Kjo nuk është ajo që e kam thënë. Unë kam thënë që, po tash sqaroj. Unë e kam përmendur që nënshkrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas praktikës dhe historisë së Republikës së Kosovës, është ajo që është dëshmuar të ketë më së shumti vlerë. Pra, ka pasur shumë raste që Serbia thot po do ta zbatoj, nënshkruan, por në fakt 2/3 e marrëveshjeve akoma si ka zbatuar. Unë kam kërkuar garanca ndërkombëtare në praktikën që neve na ka ndodhur në vitin 2008. Dhe në vitin 2008, ju e dini që në shkëmbim të pranimit të planit të Ahtisarit, neve na është garantuar nga shtetet e Kuintit. E para, njohja e pavarësisë së Kosovës, mbështetja për deklaratën e pavarësisë, njohja e pavarësisë së Kosovës, antarësimi në organizata ndërkombëtare, mbështetja ekonomike e shumë çka tjetër. Po duke bëni kompromis shumë dhëmshëm. Vetë antarët e ekipit unitetit Kosovës e kanë quajtur pakon Ahtisarit kompromis dhëmshëm, cilën e pranojnë vetëm nëse Serbia e pranon pavarësinë e Kosovës. Dhe Kosova e pranoi pakon Ahtisarit, pa e pranuar Serbia pavarësinë e Kosovës. Pra ju keni propozuar që Kosova me lëshu me ullë pazarin negociatat me Kosovës dhe Serbisë. Kjo është dezinformim total. Kjo është interpretimi imi, jo dezinformim. Po mirë dhe po është interpretimi cili qënë tek dezinformimi. Po në qoftë se ju nuk më lani me spjegu në deri në fund, se çka saksisht kam thonë. Unë kam thënë që në qoftë se blokohet gjithçka në procesin e dialogut, kjo ka qenë ide e imja, jo domosdoshmërisht të gjithë janë pajtuar, mirë po duke e parë procesin, duke e parë blokadën që ishte shkaktuar me Republikën e Kosovës, unë nuk kam thënë në asnjë mënyrë që ne duhet të zbatojmë gjithçka njëanshmërisht, kam thënë thjesht ne duhet të ulemi dhe të diskutojmë me aleatët tonë se çfarë garanca mund të japin ata në stilin e asaj që ka ndodhur në vitin 2008. Në vitin 2008 ne kemi fituar pavarësinë. Në vitin 2008 ne kemi fituar njohjet. Po kemi bërë kompromis dhëmshëm. Po nuk ka qenë kompromisi aq i dhëmshëm sa me rreziku Republikën e Kosovës, nuk ka rreziku pakoj Ahtisarit funksionalitetin e Republikës së Kosovës. Nëse ju keni thënë që duhet me zbatuar marrëveshjen njëanshëm. Jo, nuk kam thënë ashtu. Nuk kam thënë që Kosova duhet ta zbatojë marrëveshjen njëanshëm. Nuk është e vërtetë që e kam thënë. Është qëndrim vetëm i imi, keni thënë, jo domosdoshmërisht i institucioneve tjera.
Jo, kam thënë që duhet ta fillojmë diskutimin me partnerët tonë ndërkombëtar. Qofse partnerët ndërkombëtar janë të interesuar që ne tulemi me ta dhe zbatimi i marrëveshjeve nga ana e Kosovës lidhet me përkraje ndërkombëtare, garancitë sigurisë, kjo është një situatë e re. Po jo asociacion me kompetenca ekzekutive. Po nuk e kemi sqaruar këto. A ka thënë që duhet të pranohet ky kompromis? A ka qenë kjo një prej arsyeve? Kur s'kam thënë që duhet të pranohet ky kompromis? A ka qenë një prej mospajtimeve mes jush dhe kryeministrit Kurti? Nuk ka qenë çështje që e kemi diskutuar. Mirë po, unë kur se kam ofru kompromisin e asociacionit me kompetenca ekzekutive në shkëmbim të këtyre garancive, përkundrazi. Zonja Presidente. Përkundrazi, as nuk e kam ofru, as nuk e kam prezentu unë në takime. Ajo çfarë kam thënë është që duhet ta shohim propozimin se çfarë po kërkojnë bashkësia ndërkombëtare prej nesh. Dhe në qoftë se ata kërkojnë asociacion me kompetenca ekzekutive, gjithçka ndalet aty. Nuk japet ajo në shkëmbim të asgjëje, të asnjë garance. Mirë, po çka nëse kërkohet diçka që tazëm është diskutuar edhe më herët, e kanë propozuar edhe vetë qeveria, pra të drejta të pakicave të cilat nuk shkojnë tek rrezikimi funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Pra janë tema të cilat thjesht diskutohen me partnerët tonë. Nëse ata thonë, ne u asigurojmë këtë, garancat e sigurisë, antarësimin në organizata ndërkombëtare, njohjen nga peshqja e BE-s, që do të nënkuptonte pastaj antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por jo asociacion. Jo, kur nuk e kam ofruar, kushdo që ka tentuar që të prezentoj këtë si diçka, ka bërë shpifje të rëndë, sepse kur nuk e kam ofruar, as nuk do ta ofroj. Zonja Presidente. Për dallim prej shumë të tjerëve. As nuk e kam ofruar, as nuk do ta ofroj. Prej 29 maj 2024, përplasja për antarësimin e Kosovës në Këshill të Evropës duke ofruar asociacionin si shkëmbim, e deri në shkurt të vitit 2025, kur janë mbajtur zgjedhjet. Është evidente në sytë e mi që ka pas një ftofje të raporteve mes jush dhe kryeministrit Kurti. Në fakt, po e them tash unë me data nuk i kam pa, por ka raste kur nuk jemi pajtuar, ka raste kur jemi pajtuar, çdo herë edhe mos pajtimet i kemi nxjerrë në një farë mënyre që të dalin ato në interes të Kosovës. Po duket se nuk është vetëm mos pajtim, është ftofje e raporteve. Prej kësaj periude deri në shkort të vitit. Ne kemi raporte shumë korrekte institucionale, edhe në rastet kur nuk jemi pajtuar, kemi pasur raport të shkëlqyeshëm ndërinstitucional dhe ndërnjerëzor me kryeministrin. Në fjalimin që e keni mbajtur me 29 nëntor 2024 në Kuvendin e Kosovës, ju mes tjerash keni thënë, aleancat janë këtu për të na mbrojtur. Prandaj vënë janë rrezik e tyre. Lujtja bigjoz me to apo cënimi i tyre e cënon Republikën e Kosovës. Kush ka lujt bigjoz me aleatët tanë? Si që dini dhe si që konfirmova tani, unë kam pasur mos pajtim rreth mënyrës se si është dërguar një letër në Këshillin e Evropës. Ky ka qenë mos pajtimi. Dhe nuk ka qenë ndonjë mos pajtim tjetër në fushën e politikës së jashtme. Kryeministri i Kosovës, kryetari i Kuvendit të Kosovës, zëvendës kryeministra Ministri e Punëve të Jashtme ka lujt bigjoz? Nuk është, jo. Po duhet ta dinë qytetarët kush ka lujt bigjoz, se kjo është akuzë e rëndë. Qytetarët e dinë që unë e kam pasur fjalën për një letër që është dërguar në Këshillin e Evropës, që unë ka menduar që nuk ka qenë menduar mirë, por tash kjo është çështje me cilën jemi marrë në ndërkohë, jemi marrë me të, dhe tani unë besoj që jemi në një situatë të favorshme që çështjen e Këshillit të Evropës ta shtyjmë përpara, siç e dini në maj do të jetë takimi i ri i Komitetit të Ministrave. Mos pajtimi ka qenë aty. Në anën tjetër, ju e dini shumë mirë që ne nuk jemi njeriu i njëjtë, ne nuk jemi duke jetuar në një vend ku liderët e institucioneve domosdoshmërisht duhet patjetër të pajtohen me çdo gjë. Duket sikur mas 9 shkurtit dhe rezultatit lëvizjes dhe vendosjen këto zgjedhje, prej 42.3%, ka një rregullim të raporteve mes jush dhe qeverisë. Në fakt, siç e thash, në asnjë fazë deri sot nuk kemi pasur çrregullim të raporteve institucionale, të bashkëpunimit dhe të raporteve ndërnjerëzore. Ato edhe në rastet kur kishim mos pajtime ose interpretim të ndryshëm të njëjtës situatë, si kur kjo që e përmenda, kanë qenë shumë korrekte. Si përfaqësuese e unitetit popullit dhe distancës që e përmenda kushtimisht kështu në raport me qeverinë e Kosovës, ju keni caktuar datën 28 dhjetor 2025 për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, të jashtëzakonshme në Kosovë. Pikërisht ashtu siç ka kërkuar dhe siç ka konvenuar kryeministri Kurti, apo jo? Jo.
e kanë kërkuar edhe shumë të tjerë datën 28 dhjetor, e para. Kush? E dyta, po kanë qenë 8 parti që e kanë kërkuar, e 5 kanë qenë kundër. Asnjë opozitare. Jo, ka pas edhe nga pakica të cilët nuk kanë qenë në qeveri, por që e kanë përmendur këtë datë. Kjo është e para. E dyta, vetë liderët e opozitës e kanë thënë publikisht, të ishte mirë t'i gjeni, që se jo ju a dërgojmë ne, që nuk kanë asgjë kundër, që zgjedhjet të mbahen edhe në datën kur mërgata janë këtu. E treta, por ata kanë propozuar 21 dhjetorin 2025 si datë, gjitha partitë kryesore politike opozitare. Por kanë thënë që nuk janë kundër edhe 28 dhjetorit, e kanë thënë këtë publikisht e kanë thënë. Dhe as në takim me mua nuk kanë shprehë ndonjë shqetësim diçka tepër të madhe, as nuk janë shprehë kundër mërgatës, asgjë. Një shqetësim ka qenë në takim, që e ka thënë njëri nga liderët, që mos kanë mërgata detyrime tjera, se mund të shkojnë në përdasma, hengje, këto, po nuk është ky argument që unë kam mujtë me marrë parasysh. Argumenti tjetër ka qenë që sekretariati i KQZ-s ka bërë vlerësim që data 21 dhjetor që ka qenë edhe pja datë tjetër është praktikisht e pamundshme dhe pastaj do të krijonte, ka qenë vlerësim i yni këtu dhe ekipit tim ligjor, që për shkak se do t'i pamundsohej që t'i dërgoheshin fletvotimet mërgatës me kohë, sipas datës 21 dhjetor, që do të krijonte bazë kushtetuese për ta rënuar komplet procesin e zgjedhjeve, sepse në momentin që ja mohon një masë të madhe të qytetarëve të drejtën kushtetuese dhe ligjore për të votuar, atëherë komplet procesi mund të kontestojë dhe ne do të ktheheshim në pikën zero. Po ashtu e keni zgjedhur datën 28 dhjetor për shkak se më shumë qytetarë marrin pjesë dhe detyra e presidentës është që të përfshihen sa më shumë qytetarë në procesin. Unë përfaqësoj jo vetëm qytetarët që jetojnë këtu, por çdo qytetar me drejt vote. Dhe po ta përmend edhe një argument tjetër. Në vitin 2021 ka pas një kërkesë të qartë nga vetvendosja që të shtyhen zgjedhjet lokale. Unë i kam ftu për shumë arsye në atë kohë, unë i kam ftu të gjitha partitë politike. Në atë kohë opozita ka qenë shumë më e vogël se sa pas zgjedhjeve të nëntshkurtit dhe i kam pyetur se cili është qëndrimi juaj rreth propozimit për shtyrje të zgjedhjeve lokale. Partitë opozitare që në numër kanë qenë më të vogla, kanë qenë kundër shtyrjes së zgjedhjeve lokale, shumica dërmuese e partive të tjera përfshi edhe lëvizjen vetvendosje kanë qenë pro shtyrjes së zgjedhjeve. Unë në fund kam vendosur mos t'i shtyj, pra siç ka kërkuar opozita. Pra në qoftë se shiqohet kujt ja ka marrë anën, në fakt ja ka marrë anën kujt pos Kosovës, vetëm Republikës së Kosovës, edhe kur e kam caktuar datën 28 dhjetor dhe qytetarëve të saj, edhe kur kam vendosur mos t'i shtyj zgjedhjet, kam vlerësuar që është në interes të Kosovës, mos të po ja keni mundsu kurtit që ta zvarris procesin e themelimit të qeverisë të Kosovës? Nuk është e vërtetë. E keni zvarrit duke mandatu Glau Konjuvcën për kryeministër? Nuk është zvarritje, e kam kryer detyrimin tim kushtetues, unë do t'isha në shkelje të detyrimeve të mia kushtetuese. Ju ka bindaj që ka gjasa, që i ka numrat për ta bërë qeverinë? Absolutisht. Ashtu siç kërkohet me kushtetutë, cilat kanë qenë argumentet e tij, si u ka bindaj? Tash unë nuk muj t'i përmend. Ai ka folë me emra konkret të deputetëve me të cilët është nga opozita, në fakt. Qytetarët nuk bën me ditë këtë? Po nuk ka kurfar kuptimi tani unë të flas dhe unë ta bëj publike se me kënd kanë qenë duke biseduar për t'i bindur që ta votojnë qeverinë dhe deri një natë para votimit për qeverinë Konjuvca kanë qenë të bindur që në fakt numrat po bëhen në diskutim me mua, në mënyra se si jam informuar unë, po ju flas. E çka ka ndodhur? Nuk e di. Po tash është çështje e partisë. Ju duhet t'i pyesni pse nuk është bërë, duhet t'i pyesni sepse unë nuk i bëj votat për qeveri, i bëjnë partitë politike. Pra, mirë po në takim kandidati në këtë rast e ka specifikuar që po punohet, do të punohet dhe ka pasur gjasa jashtëzakonisht të mëdha në fakt. Dhe detyrimi im kushtetues ka qenë sipas gjykimit të gjykatës që patjetër të ketë kandidat të dytë. Nuk thuhet aty që mund ta bllokosh këtë proces, duhet të ketë kandidat të dytë, sikur opozita e nëntshkurtit të vinte me kandidat tjetër. Atëherë ti duhet ta shihësh se kush i ka gjasat më të mëdha prej këtyre dyve. Por në fakt në rastin ton ka qenë vetëm një kandidat i cili ka prezantuar para meje mundësitë e tij dhe gjasat e tij dhe nuk ka pas asnjë kundër kandidat tjetër ku do të peshoj. Por mundësi që mos të ketë fare kandidat të dytë nuk ka pasur. Përveç sikur të refuzohej nga të gjithë mundësia që ta shfrytëzonin. E në këtë rast nuk është refuzuar. Pra absolutisht as nuk ka pas zvarritje nga ana ime, e kanë zvarrit vetë partitë politike 9 muaj rresht, edhe është dashur të tregojnë pak durim ato 2 javë. Me 29 nëntor 2025 ju keni caktuar datën e zgjedhjeve, edhe
një javë mas keni realizu vizitat përbashkëta me kryeministrin Kurti, për shembull vizitën në FSK me 27 nëntor, vizitën në Institutin për Ulëmtimin e Krimeve të Luftës. A nuk është kjo ndërhyrje në proces zgjedhor, se është mas saktimit të datës së zgjedhjeve? Përkundrazi, ne vizitat në FSK gjithmonë i kemi përbashk, kjo është e para, edhe kur ka qenë epopeja UÇK-s, edhe në 27 nëntorin, pra kur është dita e FSK-s, pse këtë herë se kemi qenë prag zgjedhjeve sepse ne veprojmë aty si institucione, jo si lider të partive politike. Aty ftohen 3 institucionet kryesore. Edhe sikur ato institucionet të udhëhiqeshin nga ndonjë parti tjetër, natyrisht që unë do të isha aty si presidente. Me 15 vjetor. Ne kemi qenë edhe në aktivitete, edhe unë kur kam qenë kryetare e kuvendit, kur presidenti tha që ka qenë president, ne jemi ftuar në të njëjtin aktivitet. Me 15 vjetor 2025 ne nuk e kemi vizituar kryetarin e komunës së Mitrovicës, zotin Faton Peci. Te Instituti për Krime Lufte ne nuk kemi bërë vizitë përbashkët. Ne si presidencë kemi organizuar aktivitet me institutin, ku ne i kemi ftuar jo vetëm kryeministrin dhe kryetaret e kuvendit, por edhe partitë tjera politike. Pse ata nuk kanë marrë pjesë në këtë aktivitet ose shumë aktivitete të tjera të cilat unë i organizoj, është çështje e tyre. Mirë po, edhe ata kanë pasur mundësinë që të jenë prezent. Me 15 dhjetor 2025 Mitrovica keni vizitu kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryetarët Mitrovicës, i cili ka fituar zgjedhjet. Kryetarin e zgjedhur të Mitrovicës. A nuk ju duket kjo mbështetje për një subjekt politik ndërhyrje? Sikur të ishte mbështetje, atëherë ish dashur me u konsideru mbështetje edhe vizita ime e parë në një komunë me një herë pas zgjedhjeve, që e kam bërë në një komunë të udhëhequr nga LDK-ja. Kjo ka qenë e para, në komunën e Dragaçit, ka qenë publike, kam publikuar edhe unë, edhe vetë kryetari, kam shku me uru suksese, kemi diskutu për projekte. Vizita ime e dytë ka qenë në një komunë të PDK-s, në komunën e Ferizajit. Vizita e tretë tek pastaj ka qenë në një komunë të vetëvendosjes. Pra, normal që nuk është, sepse i kanë vizituar gati gjitha partitë politike, dje isha në komunë ato AK-s dhe të nismës e tjera. Sipas kushtetutës? Jo, i kanë vizituar më herët në fakt nëse i shiqoni vizitat e mia në komuna, ka 3 fish më shumë vizita në komuna të udhëhequra nga opozita se sa në ato të vetëvendosjes. Sipas kushtetutës, në 79, presidenta ka drejt me propozu ligje. Gjatë mandatit ju si presidente, a keni ndërmarrë ndonjë nismë ligjore? Po, janë 5 të tilla në fakt. Është marrëveshja e parë e planit të rritjes, është marrëveshja e dytë e planit të rritjes dhe janë 3 marrëveshje të tjera ndërkombëtare me Bankën Botërore në shumë totale prej 1.1 miliard eurosh, nga e cila do të përfitonte jashtëzakonisht shumë Republika e Kosovës, të cilat kanë shkuar si nisma legjislative të Republikës së Kosovës. Pastaj sa herë ka ardhur buxheti, ne nëpërmjet deputetëve kemi shtyr përpara amandamente që janë në interes të Kosovës, për shembull që të rritet buxheti për fëmijët dhe të rriturit e sëmurë me kancer, që të rritet buxheti për të ndërtuar për të ndërtuar institucione që kanë të bëjnë me rehabilitimin e njerëzve që vuajnë nga varësia në drogë, për rritjen e buxhetit të FSK-s e shumë çka tjetër. Pra ka shumë projekte që janë iniciuar, ka pas raste kur e kemi përdorur vetëm për të kthyer ligje prapa, pra edhe këtë kompetencë kemi ushtruar, do të ja më shumë se të gjithë presidentët para sakt. Nëse jemi krejtë në fond, pse kërkoni edhe një mandat si presidente? Sepse është në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe është në interes të Republikës së Kosovës që të ketë vazhdimsi të një pune të jashtëzakonshme, që të ketë vazhdimsi të fuqizimit të aleancave të cilat janë të domosdoshme për suksesin e Republikës së Kosovës, jo vetëm në prizmen e jashtëm, por edhe në sigurinë e brendshme, për shkak se Kosova e meriton që këto punë të mira të vazhdojnë. E çka nëse nuk zgjedheni presidente? Në qoftë se nuk zgjedhen presidente, unë do të gjej mënyra që të kontribuoj për vendin tim dhe për popullin tim. Nëse opozita nuk rrin sallë, vendi shkon në zgjedhje, futeni në listë me lëvizjen vetëvendosje? Nuk është kjo një skenar të cilin e mendoj për momentin, sepse unë jam e bindur që gjithë deputetët e Republikës së Kosovës, pavarësisht cilës parti i takojnë, do ta vendosin interesin e Republikës së Kosovës të parin, dhe pavarësisht asaj që thuhet para kamerave, në takimet e vazhdueshme që unë i kam pasur edhe me njerëz nga lëvizja vetëvendosje edhe me partitë e tjera që konsiderohen opozitare edhe pse ende s'kemi qeveri, të votuar në kuvend, vazhdimisht ka pasur vlerësim jashtëzakonisht të lartë të punës, sidomos sa i përket kompetencave në politikën e jashtme, dhe kemi bashkëpunuar me të gjithë dhe jam e bindur që të gjithë e vlerësojnë këtë punë dhe do ta vlerësojnë edhe kur vizita. Me qenë se përmendet që do të vazhdoni kontributin politik edhe nëse nuk zgjedheni hipotetikisht, atë mbesh keni ambicie me u marrë me politike dhe me pas pushtet dhe jeni relativisht e re.
Pse keni pranuar me bë këtë rrugtim, me u zgjedh presidenti që është kulmi i karrierës politike? Ka kuptim mandej që me vazhdu si deputete ose ministre e punëve të jashtme ose kështu? Nuk janë këto kalkulime që i bëj, sepse unë jam aty ku Kosova ka nevojë në një momentum të caktuar. Në këtë moment, për shkak të zhvillimeve gjeopolitike, për shkak të problemeve të sigurisë cilat i ka Kosova dhe rrezikimit vazhdueshëm nga ana e Serbisë, për shkak se neve na duhet një presidencë, një institucion që vazhdimisht e ka derën hapur, që vazhdimisht i dëgjohet zëri, që vazhdimisht arrin që ta ketë botën demokratike në përkrajet Kosovës në momentet kur është më së vështiri për Kosovën. Kjo është me rëndësi për Kosovën. Prandaj se ka qenë domosdoshme ta kemi në krye të institucionit dikë që mund ta arrijë këtë. Unë nuk e ka menduar sa vite do t'i kem kur përfundon karriera politike, a do të vazhdoj, as do të vazhdoj. Dhe njësoj nuk e mendoj as tani. Mendoj që ka mundësi pas mandatit të dytë që ta ndihmoj vendin tim, në qoftë se nuk bëhet mandati i dytë, edhe atëherë gjej mundësi që ta ndihmoj vendin tim. Nuk e shoh domosdoshmërisht që duhet të jesh këtu apo aty, mundësi për me qenë e angazhuar nuk ka të bëjë me ambicien, ka të bëjë me interesin e Kosovës, siç ka qenë gjithmonë nga dita e parë. Edhe me pas ambicje, nuk është vepër penale. Nuk është vepër penale, absolutisht, mirë po me pas qenë e kisha thënë, mirë po ka të bëj me momentumin në të cilin gjendet Kosova dhe mendoj që Kosova ka ende nevojë për këtë vazhdimsi të punëve të mira. Po i skipoj 3-4 pyetjet e fundit që janë shumë me rëndësi, e po e marr veç të fundit, meqense jemi krejt në fund dhe ju keni edhe obligime, e që është minoritetet, temë që më flanë shumë për zemër. Në enin 84 Kushtetutës, pika 13, përthot që presidenti ja udhëheq Këshillin konsultativ për komunitete. Më intereson me di çka keni bëju për komunitetet etnike gjatë mandatit juaj. Kur i keni takuar qytetarët e komuniteteve etnike? Me datën 31 dhjetor për herë të fundit, në fakt dje në vizitën që e kisha në Gjakov kemi takuar përfaqësues të komuniteteve jo shumicë që fatkeqësisht ishin prekur shumë, ato familje nga të rreshurat dhe vërshimet. I kam vizituar edhe në lagjën ku kanë jetuar më herët, i kam vizituar dëmet që janë bërë dhe i kam vizituar në banesat ku janë duke qëndruar tani. Ju kemi dërguar edhe mbështetje në mënyrë që ta tejkalojnë këtë situatë. Pra dje ka qenë komunikimi i fundit. Ju do të thonë bëni shumë për komunitetet etnike, sikur që siç e thash, është dështim i madh që nuk kemi arritur që më shumë të flasim për këtë temë, që ndoshta pastaj do t'i nxiste ata edhe më shumë të trokasin në derën e presidencës si institucion që i përfaqëson të gjithë. Këshilli konsultativ për komunitete ka bërë një punë të jashtëzakonshme këto 5 vite që dëshmohet edhe në raportet me shkrim që ata e kanë dërguar. Nuk ka president që nuk është takuar më shpesh. Unë jam marrë personalisht me çdo problem që ata e kanë ngritur, sepse është një institucion ku janë të gjitha komunitetet, po nuk merren me çështje kështu deklaratave politike, merren me probleme të azëm, nuk po i shohen dokumentet, nuk po kanë mundësi me u regjistru, nuk po kanë mundësi me i marrë shtesat për fëmijë. Me të gjitha këto ja marr personalisht dhe merrem akoma. Kështu që ata vërtet e kanë pasur një derë të hapur ku mund trokasin dhe mund gjejnë zgjidhje nëpërmjet presidencës. Dhe këto mund t'i merrni si vlerësime edhe vetë nga përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve në këtë këshill. Ju bëni shumë për komunitete tjera, sikur që në Ram, Bosnjak, Ashkalit, Egjiptianët, Gorantë kështu me radhë. Jo, e kam fjalën edhe për serbët. E për serbët, kjo është pyetja. E kam fjalën edhe për serbët në këshillin konsultativ. Kur i keni takuar serbët, jo vetëm këshillin konsultativ, kur i keni takuar banorët serbë në vendbanimet ku ata po tash kur isha në vizitën e shumë përfolur në Mitrovic, kishte edhe qytetarë serb të cilët kishin dalë në jug për pazare, për kërkesat e tyre. Takime ekskluzivisht me banorët komunitetit serb. Në vendbanimet të lokacionet ku ata janë. Kjo është komunikim. Jo, takim drejt për drejt. A ka pas ndonjëherë për 5 vite? Natyrisht që ka pas. Unë vazhdimisht jo vetëm që kam shku me i vizitu komunat, sepse ju e dini ka edhe komuna serbe edhe në jug të Kosovës, në pjesë tjera, jo vetëm 4 komunat në veri. Kam pasur vazhdimisht vizita në veri, kam pas komunikim me qytetarë që jetojnë në veri, por kam pasur edhe në komuna si komuna e Shtërpcës, komuna e Graçanicës, kam vizituar edhe serb të cilët jetojnë në komunën e Istogut, të cilët jetojnë në komunën e Gjakovës. Kam vizituar dhe jemi në komunikim dhe punojmë vazhdimisht me organizata të grave serbe për çështjet të eliminimit të dhunës mbi baza gjinore, i mbështesim organizatat e tyre rinore, shumë çka tjetër. Pra vazhdimisht ka ndodhur këto gjatë këtyre 5 viteve. Tani ata kërkojnë që 99% rasteve këto mos të bëhen publike, për shkak se ndihen të rrezikuar, vazhdimisht marrin kërcënime që të largohen prej punës, fëmijët e tyre kërcënohen nëpër shkolla, nëpër kopshte madje nganjëherë ka ndodhur, e shumë çka tjetër. Çka keni bërë për viktimat e minoriteteve etnike gjatë luftës? Për shkak se nuk keni vendosur asnjëherë lule të varret të vranëve të minoriteteve etnike. Ne kemi pasur një fokus në mbështetjen e viktimave të luftës së fundit në Kosovë.
Dhe për këtë arsye jemi angazhuar si presidencë që edhe të faktikisht ta rishkruajmë në tërësi statutin e Komisionit Tranzicional të Drejtësisë, për shkak se aty ka pasur pasaktësi, ne e quajmë Komision Tranzicional sepse është koncept shumë i gjerë. Pasaktësi ka pas ta zëm aty ishte vendosur një datë sipas cilës pretendohej që në Kosovë janë kryer krime lufte deri me datën 17 shkurt 2008. Kjo është skandaloze. Kjo është një njëllosje jashtëzakonshme e Republikës së Kosovës. Pastaj ka pasur kompetenca që ai komision i merrte nga prokuroria dhe nga gjykatat, që ka qenë edhe vrejtje e partnerëve tonë ndërkombëtar. Unë nuk jam as prokurore as gjykatëse. Në ndërkohë kemi punuar bashkarisht me qeverinë e Kosovës që të ndërtohet strategjia nacionale e tranzicionit dhe aty është parapare dhe Komisioni Presidencial i Tranzicionit që i ka disa kompetenca, por ne nuk i përsërisim, as nuk i duplifikojmë as kompetencat e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës, me cilin bashkëpunojmë shumë afër, dhe natyrisht aty mirën me të gjitha krimet që janë kryer në kohën e luftës, as nuk i marrim kompetencat e prokurorisë as gjykatës. Tani jemi në proces, sepse unë mendoj që duhet për tema të tilla që janë jashtëzakonisht sensitive, të diskutohet deri edhe tek njeriu i fundit. Vazhdimisht kemi diskutuar me shoqatat e personave të pagjetur të gjitha komuniteteve. Kemi diskutuar me familjarët, kemi diskutuar nuk ju kemi pas njerë të vendos lullet e viktimat e minoriteteve etnike. Për shembull para si ju, presidenti tha që ka vendos lullet të dvërarët në fshatin Grand. Po ju e dini çfarë shkruan aty? Kjo është arsyeja? Po natyrisht që kjo është arsyeja dhe e para, e dyta duhet të kemi verifikim se kush vërtet ka qenë viktim civile dhe kush nuk ka qenë. Ky është proces verifikimi që ndër të tjera është edhe në kompetencat e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës. Unë jam për atë që të ketë drejtësi për të gjitha viktimat. Mirë, po në anën tjetër, si presidente e Republikës së them me krenari, që në asnjë moment nuk pranoj nga askush në këtë botë që të krijoj ekuivalencë morale dhe barazi mes asaj se çfarë ka bërë Serbia dhe regjimi Miloševićit kundër njerëzve të pafajshme në Kosovë. Dhe çfarë mund të ketë ndodhur në ndonjë rast individual që as nuk ka qenë qëndrim shtetëror, as nuk ka qenë qëndrim institucional, as nuk është shtyr nga ndonjë organizëm apo organizim. Besoj fuqishëm në luftën e drejtë që e ka bërë ushtria çlirimtare e Kosovës dhe këtë do ta mbroj deri në fund. Zonja Presidente, faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit edhe juve.